nuk besoj as komandante legjendar, pa as dëshmorët e kombit kishin pas dëshirë me ndëgju këto që po ndodhin sot në Kosovë. Fillimi i muajit mars i sjell në kujtesë ditën kur ai humbi shokun e Kosova, heroin e kombit Adem Jasharin. Në kryetarin Skënderajt, Sami Lushtaku rikthehet në kujtimet e marsit të vitit 1998 dhe gjithë periudhës së luftës. Këto data janë tepër interesante për mua. Emocionet janë përzira për vetë faktin që ti ke humbë një shok, një bashkëqytetar. Ademi apo komandante legjendar Adem Jashari ka humbë shumë anëtar të familjes. Gjithashtu Sajet Jashari ka humbë shumë anëtar të familjes. Në përgjithësi familja Jashari ka humbë shumë. Por Kosova ka fitu shumë dhe aja që këto ditë na bjen ndërmend, domethënë nga një herë kur ne kemi pas rast mundësi me fol për lirinë e Kosovës, ndoshta është aja ndjenja ti shkon gjallë. Domethënë me përjetu sadopak, domethënë çysh është me kon liria e Kosovës. Vërtet janë emocionet, trauma nuk është e lehtë me pranu vdekjen e bashkëqytetarëve, fshatarëve, shokëve, bashkëudhëtarin, po kjo që ka ndodhur dhe tash ne qytetarët e këtij vendi e gëzojmë lirinë, edhe pse në këtë liri ka shumë çka që nuk besoj as komandante legjendar, pa as dëshmorët e kombit kishin pas dëshirë me ndëgju këto që po ndodhin sot në Kosovë. Kjo lufta anti-UÇK, e sidomos të gjeneratat e reja, domethënë që nuk e dinë vlerën ndoshta sa duhet, ndoshta fajtor padyshim janë edhe institucionet e këtij vendi, sepse edhe sot dhe kësaj dite, domethënë hala nuk mësohet as për luftën, as për heronjët, po as për sakrificën e shumë gjeneratave domethënë para neve. Dhe unë uroj që institucionet e Kosovës ta kanë vëmendje dhe vërtet që tregojmë fëmijëve tonë, nipave tonë, historinë e këtij vendi, sepse Kosova nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë ndryshe. Po ne nuk po duam me drejtu gishtin tash. Të gjithë ka pak fajtor. Pa përjashtime. Unë mendoj që ndoshta aja ndjenja mas lufte, jo shtëpiat e shkatrume, jo institucionet e shkatrume, infrastruktura, domethënë çfarë ka qenë, jo bashkësia ndërkombëtare këtu. Dhe unë mendoj që gabimi më i madh është te institucionet. Domethënë pavarësisht se cilës qeveri. Sepse unë mendoj që është dashur për hir të gjeneratave që kanë dhënë shumë për këtë vend, domethënë sidomos gjeneratat e reja si ku ju dhe këtë djali këtu që jeni, hala nuk e dini çka ka ndodhur në këtë vend. Nuk e dini plotësisht çka ka ndodhur në këtë vend. E fatkeqësisht, Sami u thot se populli i Kosovës çdo ditë përjeton dhimbje e lot. Por mbi të gjitha, familjet e dëshmorëve janë krenar që dhan familjet e tyre për liri. Por thot që ka frikë se ndonjëherë me ose pa vetdije, po u athejnë krenarin. Nëse veç pak kthehemi mbrapa, na pej marsit tash, e deri ka funi shtatorit, kena për çdo ditë përvjetore. Për çdo ditë kena përvjetore, për çdo ditë kena dhimbje, kena lot, po ato familje që kanë dhënë shumë e kanë edhe krenarin. Po këtë krenari mendoj që ne edhe institucionet e këtij vendi kanë herë mundësi mi afy. Për shkak të cilëve, domethënë që i bojna, nuk e di a i bojna me qëllim apo pa qëllim. Madje Samiu nuk lë pa treguar edhe ndjesit kur kujton se shok i kujt ka qenë. Kënaqësi që kjo nuk përsëritet. Domethënë ti je shok me Ademin, me komandantin legjendar Adem Jashari. Domethënë është vërtet
një knatësi tepër veçantë. Ndërsa po kujtonte të kaluarën e përbashkët me Bac Ademin, për Samiun kujtimet më të veçanta janë ato të ditëlindjes. Kujtimet kam shumë kujtime, po kujtimi për mu që munona vazhdimisht me pas vëmendjen teme është ditëlindja e komandantit, ditëlindja e Ademit. Është një ditëlindje veçantë. Unë e ka pas ditëlindjen 28 nëntor. Po thuj se tëna herët e kemi festu bashk dhe kemi projektu bashk dhe kemi liftu bashk. Domthonë është një ndjenjë e veçantë, domthonë sidomos kjo ditë kur ajo ka pas ditëlindjen. E kur flet për këto ditë, Samiu nuk i harron shokët e tjerë të luftës. Ai thot se krerët e UÇK po mbahen padrejtësisht në Hag. Na kena një fat edhe të mirë edhe të keq. Ne kena fatin e mirë që presidenti i vendit, edhe ai një bashkëluftëtar i joni, pat fatin me shpall pavarësinë e Kosovës. Dhe fati i keq është që sot është padrejtësisht në Hag. Për neve, dhimbjet janë pothuajse të vazhdueshme. E kemë nështë një ditë gëzimi, sikur është që është dita e pavarësisë Kosovës, apo shpallja e pavarësisë Kosovës, po është e ndjenja tjetër, që e ninat dhimbjen që sot njerëz më meritor për shpalljen e pavarësisë dhe për lirinë e Kosovës, sot nuk janë mesin tonë. Duke i njohur nga afër, Samiu thot se hashimjet e tjerët po mbahen fort dhe po ndjen krenar, edhe pse po mbahen që prej 2 vite në paraburgim. Për mu nuk është e çuditshme, për mu, as befasi, por ata janë më të fortë se sa ne. Domthonë qëndrimi tyne, burrnia tyne, krenaria tyne është tepër e lartë atje, për vetë faktin që ata e dinë që janë pafajshëm, e dinë që kanë luftuar për drejtat e popullit vet, për vendin e vet, dhe unë mendoj që kjo pjesë aty nuk i mungon.